Ju përshëndes sërish të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, fillimisht shënjom me titujt kryesor. Përplasja me hetuesit e BKH, prokuroria e Fierit procedon nipërit e Agron Kaplanaj. Lumbiar, tensione në seancë, avokati largohet nga salla, i penduarit Nuredin Dumani më kërcënon. Skandal në Prenjas, mësuesi ngacmon nxënësit e mitura dhe tenton të haratiset. Premton punë kundrejt votës, Gazmend Bardhi zbulon skandalin në Fier, kallëzim penal në SPAK për Belinda Ballukun. Rama, më 16 maj Tirana, qendra e politikës evropiane do të marrë mbi 74 mandate. Berisha me prodhuesit e bimëve medicinale kthenin mbrapsht licencat e kanabisit mjekësor. Dështon për herë të dytë seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, vetëvendosja akuzohet se shkakton vonesa për të fituar kohë. Njemi tani më gjërësish, prokuroria e Fierit nisi hetimin ndaj Ledion dhe Claudio Kaplanaj si dhe Gerald Kolçakut për përplasjen me agjentët e BKH-s, kur këta të fundit po kryenin veprime në terren për një operacion sekret. Dy nipërit e ish-kreu të bashkisë Mallakastrës, Agron Kaplanaj dhe punojësi i kompanisë së tij akuzohen për goditje për shkak të detyrës kryer në bashkëpunim, ndërsa prokuroria kërkon në gjykatë vleftësimin e ligjshëm të arrestimit të tyre. Pas incidentit dhe përplasjes me agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe forcat e operacionales, prokuroria e Fierit ka nisur procedimin penal për Ledion e Claudio Kaplanaj, si dhe për Gerald Kolçakun, përkatësisht dy niprit e ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kaplanaj dhe i treti punonjës i kompanisë së tij. Sipas prokurorisë, ndaj tyre ka nisur hetimi për veprën penale, goditje për shkak të detyrës e kryer në bashkëpunim. Policia gjyqësore nën drejtimin e prokurorisë ka bërë verifikimet paraprake, ku ka rezultuar se një agent i BKH-s dhe efektivët e operacionales po kryenin veprime hetimore, pjesë e një operacioni sekret në afërsi të fshatit Portës e Madhe në Fier. Gjatë kësaj kohe ata janë filmuar nga shtetasi me inicialet OI, çka i ka detyruar të largohen nga vendi ku ishin pozicionuar. Rreth 30 minuta më pas, gjatë kohës që ishin duke qëndruar në mjetin e tyre në një vend tjetër, pranë vendit të quajtur rreth rrotullimi i parkut në Fier, u janë afruar 3 automjete nga ku kanë zbritur disa persona të cilët kanë ushtruar dhunë fizike ndaj punonjësve të policisë, pavarësisht prezantimit të këtyre të fundit. Thuhet në njoftimin e prokurorisë së Fierit, që ka paraqitur kërkesën në gjykat për vleftësimin të ligjshëm të arrestimit në kushtet e flagrancës të Ledion e Claudio Kaplanaj dhe Gerald Kolçakut. Incidenti mes njerëzve të Agron Kaplanaj ndodhi kur agjentët e BKH-s po filmonin me dronë në zonën ku ndodhej dhe biznesi familjes Kaplanaj. Në reagimin zyrtar, SPAK bëri të ditur se hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe oficerët e policisë u sulmuan pas një motiv nga personat e arrestuar, duke theksuar se të gjitha veprimet e ndërmarra nga BKH janë në përputhje me ligjin dhe në nënvëzhgimi direkt të prokurorëve të posaçëm. Ndërkohë, ish kryebashkiaku i Mallakastrës Kaplanaj tha për News 24 se agjentët e BKH-s kanë ofenduar punonjësit e kompanisë së tij dhe se kishin shkuar në zonë me pretendimin se do blinin një pronë, gjë që i krijoi atij dyshime se bëi fjalë për një grup kriminal. Ai tha se nisur nga këto dyshime erdhi dhe reagimi i njerëzve të tij, pasi rezultoi se targa e makinës së agentëve të BKH-s ishte e paregjistruar. Kaplanaj pretendon se pas agravimit të situatës dhe mbërritjes së policisë, agjentët e BKH-s u prezantuan se cilët ishin. Do të njekim tani një takim të zhvilluar nga koalicioni Nisma Shqipëria B dhe Adriatik Lapaj në zonën e kombinatit. Në një kohë të mirë, sot do të kishte qenë një takim madhështor, se fakti që ju kaq shumë po rini në shi, imagjinoni në një kohë të mirë. Ju falenderoj nga zemra. Në fakt, kjo është një betejë për të vrarë frikën. Pse frikën? Sepse shqiptari i zakonshëm është dhunuar deri në atë pikë sa trëmbet për çdo gjë. Trëmbet se mos e heqin nga puna. Trëmbet se kur mungojnë ilaçet në spitale dhe ai vuan nga një sëmundje e rëndë, mos nuk i bëjnë as atë pak ilaç që i bëjnë deri sot. Trëmbet se mos nuk i japin legalizimin. Trëmbet se mos shkojnë tatime dhe i mbyllin biznesin. Trëmbet për çdo hap të jetës vet. Trëmbet të ankohet në kopësht se ja trajtojnë keq fëmijën apo se nuk ka kushte. Se po u ankua do ja trajtojnë edhe më keq. Apo do t'ja heqin nga ajo shkolla, apo nga ajo kopsh, apo nga ajo çerdhe. Pra shqiptari zakonshëm sot e ndërton ekzistencën e vet me mbi trëmbjen.
Trëmbet se po foli mund mos i japin legalizimin, mund t'i prishin shpinë, dhe pas i shtrëmbur çdo ditë jetës vet, përfundon që një ditë merr valizhet dhe ikën e emigrim. Ikën e emigrim nga Afrika se kur ishte këtu nuk reagoi. Dhe nga trëmbja e madhe e humbet edhe punën këtu, e humbet edhe shtëpinë që lë, i humbet edhe prindrit që lën atë, i humbet edhe kujtimet që lë këtu, i humbet dhe varret e të parëve që lë këtu. Dhe ikën e degdiset jashtë nga Afrika që kish për të reaguar, në fund fare i humbet të gjitha. Më thoni ju mua si mund të kesh frikë për të reaguar, për të qëndruar në shtëpinë tënde, për të çuar fëmijën në një shkollë dinjitoze, për të shkuar në spital dhe për të marrë ilaçe, për të shkuar si pensionist e për të marrë një pension dinjitoz, për të kërkuar që të pajisesh me certifikat pronësie. Si mund të trëmbesh për të gjitha këto që janë të drejtat e tua, dhe një ditë të çohesh në mëngjes dhe të jesh ngarkuar aq shumë me frikë sa të marrësh valixhet e të ikësh me fëmijët larg, shumë larg. Ndaj ne duhet ta vrasim frikën, sepse frikë më të madhe se të ikësh nga vatrat e tua, të ikësh nga prindrit e tu, të ikësh nga tokat e tua nuk ka. Nuk llogaritet vetëm me para kjo punë. Te formula e emigrimit nuk do të futet vetëm sa para fiton atje, por duhet të futet në formulë sa shumë do të mungojnë prindrit, sa kushton koha larg prindërve të tu, sa shumë do të mungojnë rrugicat ku je rritur, sa shumë do të mungoj era e atë dheu tënd, dielli i atë dheu tënd, toka e atë dheu tënd. Pra kjo nuk është vetëm një çështje e një mirëqenie momentale. Për këtë arsye ne po reagojmë. Për këtë arsye ne po organizohemi. Për këtë arsye po rrim sot në shi. Nuk e kisha menduar kur që mund të bëja një aktivitet politik në shi. Se fundja fundit ky nuk duhet ishte hall. Duhet ishte një takim për të folur mbi ide të qeta edhe mbi prosperitet. Por jo, realisht ne sot jemi në hall. Jemi në hall për shkak se ata bijt e bijat e tjerë të këtij vendi, se dhe ata janë bij e bijat të këtij vendi, e kanë prerë në besë popullin e vet. Dhe ne nuk mund të vazhdojmë në këtë drejtim. Dhe ju e dini që kudo, në çdo familje, në çdo fis, në çdo shoqëri, në çdo shtet, ka nga ata që dalin pesë prerë, po ka dhe nga ata që janë bij e bija dinjitos. Ndaj ne nuk duhet të ndalemi, po duhet të gjejmë dinjitozët. Unë nuk po zgjadhem sot, unë kam 1 milion falenderime për secilin nga ju që në shi ka ardhur në këtë takim dhe nuk është zbrapsur, dhe dua të kërkoj që këto ditë që kanë ngel, janë dhe 25 ditë, të angazhoheni me të gjithë, në çdo rrugicë, në çdo lagje, në çdo qytet ku jetojme, në çdo fshate, në çdo familje, në çdo rreth shoqëror, në çdo krushqie, në çdo biznes, për t'i bindur që duhet një ndryshim, sepse duhet të mendoni çfarë do të ndodhë të nesërmen e 11 majit në 12 maj, nëse klasa aktuale politike vazhdon e mban monopolin, do të ndodhë që nuk do të ketë më njeri guxim të përballet me këta, as sa ka ndodhur deri më sot. Do të ndodhë që ilaçe në spitale në rastin më të mirë do të ketë sa ka sot, në rastin normal do të ketë më pak se ka sot. Do të ndodhë që shumë të rinj të ikin nga ky vend prap, sepse do të vritet shpresa dhe do të ndodhë që njerëz për një 20 apo 30 vjet të mos kenë më guxim të reagojnë, sepse do të marrin shëmbull ne dhe do të thonë populli i la në palët. Ndoqëm të takim të nisma Shqipëria bët, foli zoti Adriati Klapaj, vjojmë tani me të tjera informacione. Një ngjarje pa zakon ka ndodhur në procesin ndaj të pandehurve të dosjes Plumbi Art. Avokati Lirian Dyzeni u detyrua të braktiste seancën pas kërcënimeve që sipas tij bëri penduari Nuredin Dumani, ndërsa tensionet mes palëve u shtuan me akuza dhe kërkesa për masa mbrojtëse. Ky incident shkaktoi një debat të fortë dhe ka shtyr seancën për javën e ardhshme. Debate të forta në procesin ndaj të pandehurve të dosjes Plumbi Art, avokati Lirian Dyzeni braktisi sallën e gjyqit pasi pretendoi se u kërcënua nga i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani, i cili vijon prej javësh dëshminë e tij përpara gjykatës posaçme.
Nuk toleroj të më kërcënoj dikush në sallë dhe prokurori të mos reagoj. Dumani më thatë të fus në listë, je në ofertë, deklaroi avokati që mbron të pandehurin Besian Gjigja. Gjendur në kushte të tilla, trupa gjykuese urdhëroi policin të largonte nga salla të penduarin dhe ndërpreu seancën për disa minuta. Kur procesi rifilloi, avokati Dyzeni deklaroi se do të tërhiqet pasi është konsultuar me kryetarin e dhomës së avokatëve. Kjo nuk është një çështje që mund ta kalojmë në heshtje, sepse këto mesazhe që po na jepen janë të papranueshme, tha Dyzeni. Ai deklaroi se dhoma e avokatisë do të dalë me një vendim lidhur me këtë çështje. Gentian Rumano, që mbron interesat e Enrik Hoxhait, kërkoi marrjen e masave për prokurorin e çështjes Behar Dibra, ndërsa avokatja Elda Zotkaj, që mbron Altin Docin, tha se do ta kallëzoj prokurorin pasi edhe ajo më herët pretendoi se është kërcënuar nga Nuredin Dumani. Prokurori theksoi para gjykatës se tensioni nuk e shkaktoi ai në seancë. Në pamundësi për të vijuar procesin, gjykata ju kërkoi palëve të respektojnë njëra tjetrën dhe e shtyu seancën e radhës të martën e ardhshme. Nuredin Dumani prej disa seancash radhasi po ju përgjigjet pyetjeve të avokatëve. Konkretisht këtë të njëjtë ju përgjigj avokatit e Enrik Hoxhait, ku foli për porosinë e marrë për të vrarë Lulzim Mashën dhe Oti Kilen, që sipas tij janë porosi të dhëna nga Suel Qela. Do të shkojmë tani live në Dibër, aty ku kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me qytetarët atje në bulevardin kryesor. Ndjekim. Fjalën ndaj. 5 vjet. Është krevepër? Edhe për diçka ka nevojë këtu kryeministër, voti parkimin tokësor se nuk është bërë qyteti me këto rrugë për të balluar gjithë të smart makina. Programin e parkimit në tokësore e kemi në gjithë Shqipërinë, por që të jemi shumë qartë. Ne do merremi me disa pika strategjike të përgjithshme. Kryetarët e bashkive duhet të jenë gati, duhet të gjesh vendin, duhet të thush hajde ulemi, ka që do të vej bashkia, sa të ketë, s'ka rëndësi, se ajo duhet me fitim, do marrësh fitim, të bëhet plani, bëhet programi, me fond në zhvillimit, qeveria dhe patjetër duhet me bëj parking, ta kam tonë. Kujtohet që ta kam tonë atje herë. Edhe lurë me mos në rrugë. Po qojmë rrugën, pra. Ore do ta bëjmë dhe në fund vitit dhe nga 2 anët, po. Nëse erë ndihmë. Si dukesh? Se ke ardhur shpesh. Jo, këtë e kam rekord. Të falenderoj sa mas. Sinqerisht, kur duhet më thoshin, do shkojmë, ka ardha me shku në shtëpi, më zende dhimbja kokës, një ditë para, kush e bon atë rrugë. Nuk maron të Ece, kur të vite shpirti me dal, ta ditë e burreli. Para. Po, pastaj vazhdo, pastaj futesh atje në klos, ai klos e një qatë të të. Ore, po qa bëhet? Pastaj? Qafa bufi. Qafa bufi! Pastaj vite bulqiz, apo prit, se ti thoshe bulqiz, mbaroj, jo mërë, po ka dhe shupens. Hajde dhe shupenza. Derisa kur arisha këtu, lura, kur të shkoj rrugat e mamë, do bëhet, maniment, tepi i Shqipës. Si së shtepi që është bota që të shku në Zvicër, tepi i Dibërës. Lura është tjede gjohë. Ma idealis që ka ardhë nga jashtë, po a i tha, që kur është hapë Urizi tha, nuk kam vend, da për fundjavë, nuk kam vend. Po prit, kur të vënë në vlejnë shpia. Hajde, Rosh, faleminderit shumë. Mirë. Jorisa. Do e shumë qeve, në qaj klasë e? Unë jam në klasën e 5. Si e mësime? Shumë mirë. Po ti? Motra? Po. Ndoqëm të takim të kryeministrit Rama me qytetarët në Dibër, vijojmë tani me të tjera informacione. Pëllum Gjoka i akuzuar në kuadër të dosjes Metamorfoza u tërhoq nga kërkesa për gjykim të shkurtuar. Avokati i tij tha se vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me përgjimet në Sky CC nuk i dha zgjidhje përfundimtare çështjes që lidhet me lishmërinë ose jo të komunikimeve. Biznesmeni Pëllum Gjoka i akuzuar për krime të rënda në kuadër të dosjes Metamorfoza u tërhoq në gjykatën e posaçme nga kërkesa për gjykim të shkurtuar. Kërkesa u bë në seancën e së njëjtës nga avokati i tij Gurali Ibrahim Llari, i cili argumentoi se në gjendje që anë akte çështja nuk mund të zgjidhet.
Avokati u ndal edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese, lidhur me përgjimet në Sky ECC, një vendim që nuk i dha zgjidhje përfundimtare çështjes që lidhet me ligjshmërinë ose jo të komunikimeve. Nga kushtetuesja, kemi një vendim, as mish as peshk, tha Brahim Llari. Edhe shoferi i Pëllum Gjokos Edmond Preka po ashtu i pandehur në të njëjtën dosje hoqi dorë nga kërkesa për gjykimin me procedurë të përshpejtuar, çka u jepte atyre mundësinë të përfitonin ulje të dënimit, nëse cilësoheshin fajtor nga gjykata. Të pandehurit e tjerë ish prokurori Xhevair Lita, ish shefi forcës së posaçme operacionale Oltion Bistri dhe ish oficeri i policisë Ardit Hasanbega, si dhe Asmer Bilali e Behar Bajri, i qëndruan besnik kërkesës së tyre për gjykim të shkurtuar. Gjykata vendosi t'i jap kohë vetes me qëllim që të shprehet lidhur me këtë kërkesë dhe pritet që vendimin ta shpall më 23 prill. Në kuadër të dosjes Metamorfoza nga zbërthimi i aplikacionit Sky ECC, u goditën disa grupe kriminale dhe u zbardhën krime të rënda, si vrasje apo atentate mafioze. Dhënia e parave me fajde dyshohet se ka qenë shkaku i sherrit masiv që ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në një lokal në Tiranë. Pas sherrit ku përdor edhe një armë zjarri, policia ka arrestuar 8 persona, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. 8 persona kanë përfunduar në pranga. Një i nëntë është shpallur në kërkim pas një sherri me sende të forta brenda një lokali në rrugën Sami Frashëri në Tiranë. Policia konfirmoi se gjatë konfliktit u regjistruan të shtëna me armë zjarri, por fatmirësisht nuk pati asnjë person të plagosur. Në pranga kanë përfunduar shtetasit Kasem Stani Pasha, Emilian Ruko, Bjorni Tahiraj, Erialt Tahiraj, Denikia Ider Tahiraj, Eduard Sulaj, Kastriot Stani, Elton Ajredinaj, si dhe u shpall në kërkim Adriani Shabanaj, banues në Fier. Ky i fundit, sipas policisë, dyshohet se gjatë konfliktit për motive të dobta, ka goditur me qytën e një armë zjarri shtetasin Kasem Stani Pasha. Gjithashtu rezultoi se 51 vjeçari qelloi një herë me këtë armë zjarri në vendngjarje, por nga e shtëna nuk u dëmtua asnjë shtetas. Mësohet se personi që kanë bërritur i fundit në lokal i ka takuar të gjithë përveç njërit prej tyre, të cilin e ka ofenduar edhe më pas ka nisur një përplasje fizike mes tyre. Sherri ka degeneruar në goditje me karrige dhe njëri prej tyre ka qelluar me armë zjarri. Sapo kanë bërritur brenda në lokal, policia ka konstatuar një gëzhoj dhe njollat e gjakut brenda ambientit të restorantit ku ndodhi konflikti. Po ashtu ka sekuestruar edhe armën e zjarrit tip pistolet, e cila ishte lënë brenda në restorant nga autori, pasi dyshohet që gjatë përleshjes fizike i ka rënë në tokë. Arma është dërguar në laborator për të bërë ekspertiza për të zbuluar ADN dhe shenjat e gishtave. Jo zyrtarisht thuhet se përplasja mes tyre ka ndodhur për parat me fajde. Policia e Librazhdit ndaloi mësuesin 55 vjeçar Fatmir Hoxha pasi ka dyshime se ka ngacmuar seksualisht 2 nxënëse në shkollën e Rajcës ku jepte mësim. Mësuesi u denoncua nga familjarët e 2 vajzave të mitura 13 dhe 14 vjeç, të cilat dyshohet se i përndiqte dhe ngacmonte. 55 vjeçari u ndalua në Rinas në përpjekje për të ikur jashtë vendit. Me dyshimet se ka ngacmuar seksualisht 2 nxënëse të shkollës ku jepte mësim, policia e Librazhdit ndaloi 55 vjeçarin Fatmir Hoxha, mësues në shkollën 9 vjeçare Rajs Skënderbej. 55 vjeçari Fatmir Hoxha u denoncua nga familjarët e 2 nxënëseve, përkatësisht të moshave 13 dhe 14 vjeç, për të cilat dyshohet se i përndiqte në mënyrë të përsëritur dhe i ngacmonte seksualisht. Pas denoncimit në polici, mësuesi është larguar nga Rajsa dhe u ndalua në aeroportin e Rinasit në tentativë për t'u larguar jashtë Shqipërisë. Nga veprimet e para hetimore ka rezultuar se ngjarja është përsëritur në disa raste gjatë muajve të fundit, duke shkaktuar shqetësim dhe frikë te të miturat dhe familjet e tyre. Policia ka dokumentuar prova që mbështesin pretendimet e kallëzuesve, ndërkohë prokuroria e Elbasanit njoftoi se ka ngritur një grup të posaçëm hetimor i përbërë nga prokurori dhe OPG të specializuar për çështje me viktima të mitur, si dhe janë njoftuar njësitë përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve dhe strukturat shtetërore përgjegjëse. Ndërkohë po vijohet me fillimin e hetimeve për zbardhjen e plotë të faktit penal dhe identifikimin e rasteve të tjera potenciale në të njëjtën shkollë të kryer nga personi nën hetim Fatmir Hoxha.
Në një takim të rëndësishëm zyrtar në New York, presidenti Hysén Belliu Group, zoti Irfan Hysén Belliu, prit nga ekzekutivi i qarkut Nassau, zoti Bruce Arthur Blakeman. Në takim u diskutua mbi mundësitë e investimeve në sektorin e prodhimit dhe medias, si dhe për ndërtimin e një fabrike bire në partneritet me një nga kompanitë më të mëdha spanjolle. Qëllimi kryesor i vizitës në SBA është thellimi i bashkëpunimit dhe nxitja e investimeve shqiptaro-amerikane. Presidenti i Hysén Belliu Group, zoti Irfan Hysén Belliu, është pritur në një takim zyrtar në New York nga zoti Bruce Arthur Blakeman, ekzekutivi i qarkut Nassau dhe një nga figurat më të afërta republikane me presidentin Donald Trump. Një nga temat kryesore të diskutimit mes zotit Hysén Belliu dhe zotit Blakeman ishte mundësia e investimeve në sektorin e prodhimit, përfshirë ndërtimin e një fabrike bire në partneritet me një nga kompanitë më të mëdha spanjolle në industrinë europiane të birës. Gjatë takimit u diskutua edhe për lehtësimin e procedurave dhe mbështetjen institucionale ndaj projekteve të reja investuese, si dhe për thellimin e bashkëpunimit në fushën e medias, roli së cilës është me shumë rëndësi në pasqyrimin e zhvillimeve ekonomike dhe turistike në Shqipëri, sektor që po ngjallin interes të shtuar, veçanërisht në mesin e komunitetit shqiptaro-amerikan. Takimi mes zotit Hysén Belliu dhe zotit Blakeman sinjalizon një interes të ndërsjellë për bashkëpunimin konkret dhe ndërtimin e një dialogu të qëndrueshëm ndërmjet dy vendeve, me fokus në diplomacinë ekonomike, median dhe zhvillimin e sipërmarrjeve të reja. Zoti Hysén Belliu, i shoqëruar nga djali i tij Fatmir Hysén Belliu, po zhvillon një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara, ku do të ketë takime të rëndësishme me përfaqësues të lartë të biznesit dhe politikës amerikane. Në thelb të kësaj vizite mbetet ndërtimi i urave të komunikimit dhe nxitja e investimeve të reja shqiptaro-amerikane. Në platformën Sy më sy me qytetarët, kryeministri Rama foli për zhvillimet më të fundit politike. Ai theksoi rëndësinë historike të samitit të Komunitetit Politik Evropian që do të mbahet në Tiranë, përmendi rezultatet e reformës në drejtësi dhe u përgjigj kritikëve për investimet në veri të vendit. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një bashkëbisedim të gjatë me ndjekësit në rubrikën Sy më sy, ku foli për zhvillimet më të fundit politike, ndërsa komentoi dhe samitin e Komunitetit Politik Evropian. Në 16 maj, Tirana do të jetë epiqendra e politikës europiane edhe një herë tjetër, dhe në një moment historik për Europën, ku do të vi në takimin e tij të parë të një formati multilateral edhe kancelari i ri i Gjermanisë. Në fokus të diskutimit ishte edhe reforma në drejtësi. Kryeministri nënvizoi se ishte Partia Socialiste ajo që e shtyu përpara këtë reformë, ndërsa theksoi se drejtësia e re po jep rezultate konkrete. Asnjëherë nuk të para ma një prokuror që ti të rasi këta, e ti thoture, ku o vadis domine. E diti që Ertin Dumani ka qenë prokuror në detyrë në ato vite që unë po flasë, po ti nuk ja ke dëgjuar emrin. Prokuror i zoti, i përkushtuar, i ndershëm patjetër. S'ka thirrë në herë një që ti thot, hajti këtu ti, si i vrave ti 4 veta, sepse nuk e kishte shpadën. Rama komentoi edhe ndarjet e perceptuara veri-jug, duke theksuar se qeveria e tij ka investuar më shumë në veriun e vendit se çdo qeveri më parë. Ai renditi disa nga projektet strategjike që sipas tij kanë ndikuar në zhvillimin e zonave të thella. Është rruga e Arbrit. Kjo shkon në jug apo shkon në veri? Rruga e Thethit është në jug apo është në veri e Les? Rruga që shkon në Vermosh, deri lart, unë them që është në veri. Do të vazhdoj akoma. Mund të mbaj këtu edhe një orë tjetër. Kështu që këto dëngla me verije me jug mos mi tregoni mua. Në fund, kryeministri u ndal edhe te vota e diasporës duke konfirmuar shpërndarjen e zarfave të para për votuesit jashtë vendit. Rama tha se realizimi i këtij premtimi është një hap historik drejt përfshirjes së plotë e migrantëve në procesin demokratik të vendit. Vitin e ardhshëm, qeveria do të ndryshojë dhënien e ndihmës financiare të njohur ndryshe si bonusi bebes. Nga Burreli, kreu i qeverisë Edi Rama tha se në vend të çekut do të ofrohet një pagesë mujore nga 2 deri në 5 vjet në varësi të numrit të fëmijëve në çdo familje.
Programi për bonusin e bebeve do të rikonceptohet. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar nga Burreli se po punohet që ndihma financiare të mos jetë përmes çekut 400 euro për fëmijën e parë, 800 për të dytin dhe në ndihmë progresive, por në formën e një pagese mujore për një periudhë të caktuar kohore. Do ta rikonceptojmë programin e bonusit të bebes, duke filluar nga viti 2026, dhe në vend të ndihmës financiare me çek, do të ecim me një tjetër skem që është më avancuar patjetër, sipas numrit fëmijëve, me pagesa mujore 2 vjeçare, 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Kryesocialisti prezantoi paketën sociale që qeveria ofron për çdo qytetar, me fokus fëmijët me aftësi ndryshe, gratë, të rinjtë dhe të moshuarit. Duke synuar e para hapjen e më shumë rrugëve dhe nxitjen e punësimit dhe për nxjerrjen nga ndihma ekonomike të gjithë atyre që janë të shëndetshëm dhe janë të aftë për punë. E dyta, do të dyfishojmë patjetër mbështetjen për fëmijët me aftësi speciale dhe për nënat e tyre sidomos. Rama përsëriti rëndësinë e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që pasoj do të ketë arritjen e ndjeshme të ndihmës financiare për qytetarët. Sipas tij, askush përveç Partisë Socialiste nuk mund t'i arrijë këtë qëllimi. Problemi është që nëse 11 maj nuk do bëhet gjëja dur, mund të duhen pastaj edhe një 5 mandate të tjera, jo për mua, po për të tjerët, për të kthyer këtu ku jemi, sepse kështu funksionon BE-ja. Më vjen keq, po nuk ndodh, sepse qoftë edhe sikur lejer që t'imagjinosh të çosh bufin e kënetës për të bërë negociata është e pa konceptueshme, është e pa imagjinueshme gjithata. Sa t'ju kujtohet se kush është, mbaroi filmi i Shqipërisë. Mbaroi filmi i Shqipërisë. Do të shkojmë live tani në Berat, aty ku kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha po bën prezantimin e kandidatëve për deputet për koalicionin PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ndjekim. Parlamentin e ardhshëm. Të dashur miq, ditët po na afrojnë një datë të madhe, një ngjarje të madhe, një datë që do ndaj epokat, do ndaj narkodiktaturën, do ndaj 12 vite në të cilat shqiptarët u larguan nga Berati, u larguan nga trojet e tyre, sa kur më njëherë në tërë historinë qindra vjeçare. 12 vite do ta ndërroj.
po shkojmë drejt një vendimi të madh, që çdo qytetar dhe qytetari i Beratit i këtij qarku dhe i Shqipërisë do marrë me 11 maj, për t'u ndarë me një të keqe, e cila dëmtoi kombin, zbrazi Shqipërinë, paksoi shqiptarët sa asnjë luftë, sa asnjë epidemi, sa asnjë fatkeqësi në tërë historinë e tyre. Miq, sot është një moment për të përulur me nderim të madh shumë para baballarëve, gjyshve, stërgjyshve tuaj, të cilët këtu buzosumit ndërtuan një kryevepër madhështore, siç është qyteti juaj, e vendosen Beratin në kurorën e trashëgimisë së qytetërimit botëror. Berati madhështor është vepra e tyre e pavdekshme, e përjetshme. Berati madhështor është frymëzim i madh për çdo shqiptar edhe shqiptar, për çdo beratas edhe beratas, për të bërë çdo gjë, për të ngritur në lartësinë e kësaj madhështie që trashëgojmë ne këtu në këtë qytet. Pra, Berati, diamant në kurorën e kulturës botërore, këto 12 vite njohu braktisje, braktisje dhe vetëm braktisje. Berati, diamant në kurorën e trashëgimisë kulturore botërore, këto 12 vite njohu një varfrim të banorëve të saj, një varfrim shumë të pamerituar. Ky qytet, ky rreth, në qoftë se mendon për një moment të duket se është qarku qyteti i kohës ndaluar. Qyteti nuk njohu, jo që s'njohu investime, por dhe universiteti u mbyll. Universiteti i cili i jepte qytetit gjallëri, shpresë dhe besim. Berati, të cilit ju premtua ishulli, ishulli Josumit, mori premtimin e ishullit e mori lumi, kurse Edi Ramsi ngjelet turpi dhe mashtrimi. Miq, vështirë të ketë në një vend tjetër njerëz punëtor, njerëz të punës, si të qark, si të kju, por edhe me potenciale shumë të mëdha, me potenciale madhështore. Çfarë ndodhi 12 vite? U braktis fshati shqiptar. U ndërpren subvencionet. U hapen kufit me Ballkanin e hapur për prodhimet e Banatës dhe Shumadis. Fermerët të atyre zonave kanë 8 fishin e subvencionet me fermerin shqiptar. Në këtë mënyrë u prish gara, u prish konkurenca, fermerët e Beratit dhe në Shqipërisë falimentuan në seri.
Edi Rama në Ballkan e hapur, nxiti largimin masiv të fermerëve nga fermat e tyre dhe nga Shqipëria. Të dashur miq, burrat gratë e Beratit dhe të Shqipërisë që shkrin jetën e tyre në ndërtim, në arsim, në shtetësi, në çdo fushë. Njojnë këto 12 vite i varfri nga më të papranueshmet. Pensionet e tyre mbeten ato që ishin, kurse çmimet e mallrave që duhet të blinin me pensionet e tyre u dyfishuan edhe mby dyfishuan. Një pensionist i Beratit që në vitin 2013 mirëte 143.000 lek pension mesatar, sot merr 173.000 lek maksimumi. Një pensionist në Manezi që mirëte në 2013 138.000 lek, sot merr 450.000 lek. Po kaq merr pensionistin në Maqedoni, po kaq merr pensionistin në Serbi. Dhe ata pensionistë nuk kanë berat, nuk kanë diamant të kurorës kulturore të njerëzimit. Jo. Ndaj dhe ne, vim të kju, qytetarë dhe qytetarët Beratit, të gjitha bindjeve politike qofshi. Vim të kju me një zotim solem, se nuk do bëjmë gjë tjetër vetëm t'ja u kthejmë parat ju. Parat që qeveria merr nga ju. Po pse u trefishua pensioni i Malazezit? Si u trefishua në 12 vite? Thjesht, qeveria Malit Zi u ju kthej qytetarëve parat e taksave që merte. Po, ligji më elementar për një qeveritar është kur ndal buxhetin, do thot, kjo përqindje do u kthehet atyre që bëjnë buxhet, që japin buxhetin. Çfarë bën këta? Çfarë bën? I dini vetë pensionet, s'po i numëroj këtu, se ku janë. Por një gjë u them, nga 760.000 pensionist, 57% e tyre janë me pension jo të plot. Pra janë me pension ndën 170 euro. Pra janë me pension, si të tha, shumë bukur, që nuk mjafton as për ilaçe, që nuk mjafton për kafshat. A u bë këtu një padrejtësi e jashtëzakonshme? Me mira familje, nuk përballonin dot në sofër, fëmijët e tyre më, dhe detyroheshin të thonin ndiq fatin tanë biro se bi. Ndërkohë, më fani, qeveritë të vendeve për rreth, jo. Rristin pensionet, rristin rrogat e ulta. Në vitin 2013 ne kishim rrogën e ult 180 euro. Rumania
e kishte 160 euro. E kishte gjithsej 830 lei. Rumania sot rogë në ullë ka 3.300 lei. Po sigurisht, sepse çdo qeveri me ndjejat më minimale të dhimbshurisë dhe respektit për qytetarët, ja u kthen parat qytetarëve. Gjën e parë që bën në një buxhet, u ju kthen para atyre. Ato që mbetën i përdor për të tjera po për ata. Kurse këta, jo. 12 miliard euro për rrugë. A e dini ormiq, se janë ndërtuar nga 2005 a 2013 11.300 kilometra rrugë. Dhe u garantoj se nuk kanë kushtuar më shumë se 3 miliard e 800 milion euro. Jo, kanë ndërtuar në 12 vite. Absolutisht as 1 kilometër më shumë se 200 kilometra dhe kanë shpenzuar 12 miliard euro. Dhe tani, çfarë thot? Tani që ne kemi bërë premtimin minimal për minimum jetik dhe që jemi zotuar ta vendosim 100 ditë të para, absolutisht 100 ditë të para çdo shqiptar, çdo pensionist, çdo i pa punë, çdo njeri në ndihmë ekonomike, çdo student, çdo jetim, çdo fëmijë një gruaje familjare, do marrë 200 euro. Tani, sot thoshte që do ta bëjmë pensionin minimal 200 euro në vitin 2030. Ky nuk ka respekt minimal për shqiptarët, ky i përçmon shqiptarët. Ky nuk kupton se është poshtrim për atë që ka punuar 45 vite dhe nuk ka fshatës mbledh dot ilaçet, por rrinë në mëshirë të smundjes dhe të fatit, apo në mëshirë të lmoshave që mund t'i jap kush. Dhe kjo që bëjmë ne, nuk është kur lmosh, detyrim ligjor dhe moral i shoqërisë shqiptare ndaj tyre. Dhe jo vetëm kaq, po unë i garantoj se çdo rrogult, dhe rroga e ullt nuk do jetë dot kurrë më nën 500 euro. Çdo rrogult, çdo pensionist, çdo qytetar me minimum jetik do ketë kartën e konsumatorit dhe nuk do të blej më ushqimet dhe gjërat bazë me çmimin që i blejnë të tjerë në rroga të larta, por do i blej me 20% më pak. Do marr 450 euro në vit mbrapsht. Ne besojmë atë që ka thënë Mahatma Gandhi, madhështia një kohë mbi matet me qëndrimin që ai mban, na njerëzët tin nevojë dhe në rrëfund mjerimin në Shqipëri. Nuk do ketë më shqiptar në mjerim, ja unë jam këtu para jush për të zotuar. Luftë totale, kësaj të keqe të madhe. Me moton e friksimit qytetarëve, Edi Rama u dele u thot se po të bëjmë këte bjem në gremin, bjem në humner. Miq, ky është një mashtrim banal. Dhe ky është një mashtrim që dëshmon një pashpirtësi ekstreme. Po pse në gremin Rama Alizi që i trefishoi pensionet gjatë 12 viteve? Në gremin qeveria Kosova, vend në cilin Albin Kurti
vetëm 3 muaj më parë deklaroi se 100 milion euro do t'i kaloj për pensionist, do rris pensionet 20%. Përkundrazi miq, do bëhemi edhe më të mkëmbur, edhe më të drejt, do rikthejmë shpresën, do rikthejmë besimin, do nderojmë ata që e meritojnë dhe e meritojnë plotësisht. Dhe ju siguroj se do ndërtojmë rrugë dhe vepra publike 5 herë, minimumi 5 herë më shumë se që kanë ndërtuar këta në 12 vite. Po, sepse këta kanë vjedhë dhe shpërdoruar në mënyrë të tmerrshme. Të ndërtosh një rrugë me 20 milion euro kilometrin, në një kohë kur Kroacia të njëjtën rrugë e ndërton me 1.7 milion euro kilometrin. Je hajdut që s'njef as një kufi. Të ndërtosh një shkollë me 8 milion euro në një kohë kur Gjermania, me i pasur në Europë, ndërton shkollat me 700.000 euro, me standard ndërtimi. Do të thotë, nuk ke moral së të mbetë të asgjë. Edi Rama, të zhdukësh 130 milion euro për djegësin e Tiranës dhe të mos ketë namas një shanë për këtë djegës, ndërkohë parat kanë përfunduar në kontot bankare të Edi Rama Serion Velis, është një krim i shëmtuar. Pa e dini sa janë ato? Ato janë 812.000 pensione. Po t'i shtrosh pensione mesatare. Të hapesh shishën e dherës, 33.000 euro, ju garantoj që s'ka kryeministër të një vendit lirë që i lejon vetës një gjë të tillë. Jo, sepse ka një sens zyrtari kufizimi. Ka një sens ai që qeveris ruan një moral, një etik për të respektuar ata që e votojnë. Edi Rama përzuri pronarën një televizionit vogël, i cili ishte i liri i pavarur. Shqiptarët u gjobiten për shkak të tij 110 milion euro. Vetë udhëtor me avion taksi privat, me avion në dispozicion, fani, 21 milion euro, 120 udhëtime në 2 vite, në kohë kur presidenti i Shteteve të Bashkuara ka bërë 74 udhëtime. Bileta stadiumesh 28.000 euro. Dhurata fabuloze 500.000 euro. Po të shkputësh nga njerëzit këshu, njerëzit ose të duken miza, ose thua këta nuk ekzistojnë fare. Se ndryshe nuk ka mundësi se si të pranosh ti pensionin e tyre mesatari 170 euro. Palem minimali që është 100-120, as kërkund. Ndaj dhe miq, kjo filozofia jo në shumë e thjesht, tja u kthejmë parat ju. Këtu e nisim ne. Parat që marrim nga ju, da u kthejmë ju të parve. Nuk ka Shqipëri madhështore me njerëz dhe mjerim, por nuk ka Shqipëri madhështore me arsim në rënje katastrofale. Nuk e themi ne këtë. Këto 12 vite,
në testet, në provën e cilësisë që bën organizata e vendeve të zhvilluara OECD-ja. Shqipëria, nga ngjitje vertikale që pati në vitet 2006-2013, psoj rënjen vertikale më të madhe në botë, 8 vitet e fundit, e shkatroj arsimin, e politizoj në shkallë ekstreme, i denigroj mësuesit, i varfroj ata, i politizoj ata, po pa arsim madhështor nuk ka Shqipëri madhështore, ta kemi të qartë, kur. Ndaj dhe i garantoj mësuesit, prindrit, nxënësit, se modernizimi i arsimit do t'jetë objektivi ynë madhor, dyfishimi i buxhetit. Rroga e mësuesit do t'jetë 1.500 euro dhe do vazhdoj rritjen. Arsimi nuk do ketë shkurtime në personel, jo, përkundrazi, do zvoglohet numri nxënësve në klasa. Digitalizimi plot i sistemit arsimor dhe aplikimi i teknologjive më të reja. Mesatarja për në universitete hiqet. Tarifat, të cilat janë sot për në universitet në më të lartat në Europë, shkojnë drejt reduktimit në tarifa simbolike ose hiqen fare. Në këtë mënyrë, ne ringrem arsimin në Shqipëri. Pa shtetësi moderne, pa shërbim shtetësor, nuk ka Shqipëri madhështore. Ndaj dhe ne, kemi vendosur dhe u premtoj ju sot këtu, se liste e barnave të rimbursueshme do t'jetë pik për pik si ajo Republikës Italiane. 100% rimbursueshme. Ju garantoj se do të dyfishohet buxheti për shtetësinë. Miq, një kryeministër që deklaron, që është kryetar qeverie, deklaron sa atje në onkologjik janë kryer krime kundër njerëzimit dhe vazhdon sikur s'ka ndodhur asgjë. Mund t'i vesh çdo epitet. Po ajo që është e vërtetë është kjo. Përgjegjës numër 1 për ato krime kundër njerëzimit është ai. Dhe është e vërtetë që janë kryer krime kundër njerëzimit. Ishim live në Berat, ku kreu i Partisë Demokratike prezantoi kandidatët e qarkut të Beratit. Do të shkojmë tani live në zyrën ovale të Shtëpisë së Bardha, ku po zhvillohet një takim mes presidentit të Shtetit të Bashkuara Donald Trump dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, lidhur me një marrëveshje me BE për tarifat për mallrat e importit. E ndjekim. Many of those people murdered more than one person, and they're on the loose. And I was elected to get rid of those criminals, to get them out of our country, or to put them away, but to get them out of our country. And I don't see how judges can take that authority away from a president. We've done an amazing job, Tom Holman, Kristi Noem. We have done an amazing job. Nobody can believe. Ishim me këto pamje të drejtë për drejtë nga Shtëpia e Bardhë, kështu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ftohet të vizitoni faqen balkanweb.com. Aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.